أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, pas falëndrimeve që ja drejtojmë Allahut të Madhërisëm dhe salavateve që ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sot deshta më shkput nga seriali i rrëfimeve kuranore për me paraqit para jush një ligjërat e cila meriton të trajtohet si seminar, por sot sa të kemi kohë do mundohemi ta shpalosim para ju. Realisht bëhet fjalë për një hadith i cili quhet hadithi Xhabirit radiallahu anhu, në të cilin hadith Xhabiri radiallahu anhu ka përshkruajt haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që një javë jam të punu këtë hadith me përkthy dhe me nda në temat e haxhit, dhe sot arrita që ta përfundoj dhe ta përmbledh me disa sharime shtesë, dhe duke punu për ta publiku si shkrim, e vendosa që ta ndaj me ju edhe si ligjërat, nëpërmes të cilës ligjërat na synojmë të arrijmë disa qëllime. E para, të ringjallim me xhliset e hadithit, atë që ne e bëjmë parafërsisht çdo kohë para Ramazanit, ku i lexojmë hadithet e agjërimit, dhe kemi bërë disa vjet leximin e Sahihut Imam Buhariut, e inshallah taala vazhdojmë edhe me leximin e librave tjera të hadithit në versione të shkurtëra, thjesht për të vazhduar sunetin e ulemave të hadithit dhe për të marrë bereqetin e ngjalljes së këtyre mexhliseve. Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është për me vazhdu metodën e ulemave të hadithit në sqarimin e meseleve fikhore, që dinin ton, fen ton, dispozitat e fes ton, namazin ton, agjërimin ton, haxhin ton, ta marrim nga ajo që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se kjo është më e sigurta, më e vërteta, më e sakta dhe më e dobishme. Të gjitha tjerat janë shoqëruese, nuk janë bazë. Kurani dhe Suneti është baza e kuptimit të fesë, baza e dispozitave fikhore. Pastaj vijnë sharimet e ulemave, të cilat janë të sistematizuara në libret e medhhebeve. Por ajo vjen mas. Kurani dhe Suneti është baza, sharimet e dietarëve të parë të Islamit, sahabeve, tabiinëve dhe etba'u tabiinëve janë burimet e dyta, medhhebet janë burimet e treta. Dhe përmbysja e këtyre situatave, po flas për hoxhallar dhe dietar, është e gabuar. Ngritja e fjalës së medhhebit përmbi argumentin fetar Kur'an dhe Sunet është qasje jo e saktë. Dhe ajo e dëmton ndjekjen e sinqertë dhe të vërtetë të rrugës së Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta është që këtë hadithin e Xhabirit, të cilin transmeton Imam Muslimi sa unë e tij, e ka përmbledhur në mënyrë më të mirë njëri prej kolozëve të Islamit, dietarëve më të mëdhenj të hadithit në shekullin e 15 Hijretit, dhe që njëherëzi është edhe me origjinë shqiptare, është hoxha jon, alimi i madh, Sheikh Muhammed Nasr Albani, Allahu e mëshiroft dhe me gradat më të larta të xhenetit Firdaus e gëzoft. Dhe nëpërmes kësaj na tregojmë edhe një besnikëri dhe një amanet karshi dijes që kemi marrë prej këtij hoxhe, i cili ka qenë hoxhi i botës islame dhe nga i cili hoxh atëherë dhe sot dhe në të ardhmen përfitojnë dhe kanë me përfitu vazhdimisht besimtarët musliman kudo që janë ata. Kurse për neve shqiptarët, përfitimi nga ai bot i dyfisht, e para në bazën e edukatës islame dhe nevojës fetare përfitu nga dije e tij, e dyta është ringjallja e pozitës së tij ose emrit të tij në mesin e popullit tonë shqiptar, për të kuptuar popullin shqiptar se
ka dhënë umetit islam kolos të mëdhej, dietar shumë të mëdhej në kalibrin e dietarëve botor, sikurse ka qenë Sheikh Albani rahmetullah alayh. Dhe për këtë arsye, ky mezhlis duhet të jetë temasi i veçantë. Pa marrë parasysh kush sa prej neve vlerëson. Mirë po këtë arsye e bëjnë këtë mezhlis shumë të veçantë dhe lëm për te i cili është pjesëmarrës të këtë mezhlis dhe mirë për te ose vaj për te i cili nuk ka gjetë kohë ose nuk ka pas kohë me qenë pjesë e këtyre mezhliseve. Para se me folë për këtë hadith, desha të jap një informatë në lidhje me këtë metodologji që ka ndjekë Sheikh Albani rahimahullahu në përmbledhjen e haditheve dhe versioneve të tija në një hadith të më vetëm. Domethënë e ka marrë një hadith, sikur është hadithi i Xhabirit, në përshkrimin e haxhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë burimin bazën nga Sahihu Imam Muslimit dhe pastaj e ka përcjell këtë hadith edhe në burime të tjera, sikur është Sahihu Imam Buhariut ose Abu Davudi ose Nesaiu ose Ibn Majah ose Tirmidhiu ose Musnedi Imam Ahmedit ose musnefet e libra të tjerë të hadithit, dhe është munduar që pjesët që mungojnë në këtë hadith bazë t'ja inkorporon brenda këtij tekstit dhe të jep pasqyrë më të plotë. Kjo ka qenë veçoria e Sheikh Albanit rahimahullahu taala si alim i hadithit në këtë shekull. Është munduar që disa tema bazike të grumbullon hadithin bazë dhe t'ja ngjet atij hadithit pjesët prej transmetimeve tjera, normalisht me kusht që t'jenë transmetime të sakta. Edhe andaj edhe këtë hadith të Xhabirit që transmeton Imam Muslimi sa në tij, Sheikh Albani rahimahullah në librin e tij Haxhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e transmeton Xhabiri prej tij, e ka vënë këtë formë. Edhe këtë transmetimet e burimeve tjera i ka inkorporuar brenda këtij hadithit dhe ka dalë hadithi edhe më i plot, edhe domethënë më gjithë përfshirës. Por Sheikh Albani rahimahullahu taala nuk e ka vetëm këtë vepër. Andaj ajo që ka qenë specifik dhe veçori e Sheikh Albanit rahmetullahi alayh ka qenë më kjo, që njerëzit ti edukon fetarisht që ata në kuptimin e fesë dhe zbatimin e ibadeteve në fe të jenë imitues të strikt, të sakt dhe strikt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mos imitojnë asken tjetër veç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kështu na ka urdhëruar Allahu i Madhërisht. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju shembullin më të mirë e keni në Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ose ka thënë Allahu i Madhërisht, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhin e tij, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka mi godit ndonjë fitnë apo ka mi godit dëshkim i madh prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ndjekja e rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndjekja e shembullit të tij, pasimi i hapave të tija, zbatimi i urdhave të tija, është mënyra më e mirë dhe më e saktë e adhurimit të Allahut xhelal. Andaj është nis Sheikh Albani rahmetullah alayh prej adhurimit më të madh në Islam dhe më të shpeshtë në jetën e besimtarit ka filluar nga namazi. Dhe ka ofruar një libër madhështor që fatkeqësisht shumica e rinjis sot as nuk ja din emrin dhe as nuk e shfletojnë dhe as nuk e lexojnë, libri me titull Forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga tekbiri deri në selam, sikur se je duke e parë atë. Dash me ju vetë juve, kush me ju e ka lexuar këtë libër, po flas për rinin, besoj që shumica se kanë pa bilem librin jo me lexu. Pse? Sepse në kohën e fundit përhapet një mendim i ndjekjes së mëdhëbit dhe anashkalimin e librave të hadithit. Dhe sipas meje, kjo është qasje e gabuar dhe nuk duhet domethënë të zëvendësohet. Më e mirë është argumenti fetar me atë që është më pak e mirë sharimi i dietarëve. Dhe për këtë shkak do thotë gjejmë një hezitim dhe mungesë vullneti për të lexuar këto libra dhe për t'ju kthyer atyre librave për të kuptuar se namazi jon a është ashtu siç ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo jo. Dhe normalisht ata që promovojnë mendimin e mëdhëbit, ata ofrojnë mendimin e ulemave të mëdhenj që s'ka dyshim kanë pozitën e madhe në Islam. Mirë, po megjithatë ata ulema, ata imam, të gjithë xhamatin e vet në atë kohë edhe neve sot na kanë mësuar dhe na kanë edukuar me ndjek hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe andaj kush e ndjek hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sot, realisht ai e ndjek në mënyrën më të mirë të mundshme porosinë atyre imamëve. Kurse kush e merr mendimin e një imamit me të cilin e kundërshton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigurisht se ai njeri edhe ka kundërshtuar hadithin, po edhe nuk e ka çuar në vend amanetin atij imamit të medhhebit të caktuar. Dhe për këtë arsye na gjejmë sot një lloj mungese vullneti mas 30 viteve davet në sunet, për shkak këtyre vezveseve të cilët përhapen prej njerëzve të ndryshëm, hoxhallar të ndryshëm, por se përsëri na themi se leximi i këtij librit dhe mësimi prej tij ja kënaq zemrën besimtarit, ja shton dijen e saktë atij dhe bën adhurimin e tij më afër dhe më të saktë me adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njëri prej librave ku i ka përmbledh të gjitha hadithet që flasin për namazin dhe formën e namazit është libri Forma e namazit të Sheikh Albanit rahimahullahu taala, i cili i ka mbledh të gjitha transmetimet mbi namazin, i ka rëndit në formë zinxhirore, pastaj ka sjell fjalë më të sakta brenda hadithit dhe i ka treguar dispozitat praktike të nxjerrura nga këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej librave të rëndësishëm që me te është mundu Sheikh Albani rahimahullahu taala të nxjerrë në shesh kuptimin e fesë nëpërmes hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është libri i tij Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, dispozitat e xhenazes dhe bidatet që janë të shfaqur në të, dhe këtu normalisht i ka mbledhur të gjitha hadithet që flasin në lidhje me xhenazën, hapat e parë që bëjmë kur vdes dikush, kur na vjen lajmi se ka vdekur dikush, pastaj obligimet tona ndaj xhenazes, përgatitja e xhenazes, larja e xhenazes, qefinosja e xhenazes, varrosja e xhenazes dhe veprimet që bëhen gjatë varrimit të xhenazes, dhe pastaj bidatet që janë shtu në këtë drejtim. Gjithashtu prej librave në këtë drejtim është edhe libri Adabu Zifaf fi Sunnetil Mutahhara, edukata e martesës në sunetin e pastër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku edhe në këtë libër ka përmbledhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë të bëjnë me martesën dhe rregullat e martesës, dispozitat e përzgjedhjes së nusës, mënyrat e nikahut, pastaj dasma se si bëhet, edhe rregullat e këtyre meseleve në formë të detajzuar, mirë po këtë kjo të mbështetur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në sferën e akides i ka shkruar disa libra që kanë të njëjtën variant, të njëjtën metodologji, flet për tevessulin, se një prej veprimeve që ka keq kuptim dhe keq zbatim në jetën e muslimanëve në botë. Tevessuli do më thonë kërkimi ndërmjetësim të Zoti nëpërmes veprave të mira që është e saktë fetarisht dhe nëpërmes njerëzve thojza të devotshëm që është i gabuar fetarisht. Sepse kërkimi ndërmjetësimit të Zotit nëpërmes njerëzve të mirë që janë gjallë është e saktë nëse bëhet me lutjet e tyre dhe është e gabuar nëse bëhet me qenjë e tyre, dhe ndërmjetësimi për të Allahu xhelal me njerëzit e mirë të vdekur, gjithsesi është i gabuar në të gjitha variantat, sepse ata nuk kanë mundësi me bë dëm dobi vetvetes, se jo më i bë dëm ose dobi dikujt tjetër. Edhe kjo mesele ideologjike që ka qenë një prej mënyrave nëpërmes të cilave shejtani i mallkuar e ka përhap edhe shirkun disa vende dhe të disa njerëz. Sheikh Albani rahmetullahi alayhi është mundu që të sjellë të gjitha argumentet fetare, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithet dhaife dhe maudhua, nëpërmes të cilave është përhap ky keq kuptim i kësaj mesele dhe është zbatuar në formë të gabuar, e cila formë ka sjellë deri te përhapja e disa formave të shirkut që normalisht janë të rrezikshme për besimin e besimtarit. Njëjtën në këtë formë e ka edhe librin Detyra dhe obligimi për të zbatuar hadithin ahad në meselet e akides. Është një mesele ideologjike që ka përplasje mes ehlu hadithit dhe ulemave të ehli sunetit që ndjekin rrugën e selefut salihit dhe medhhebeve tjera akaidore, qofshin ata Eshari, Maturidi apo të tjerët, të cilët nuk e pranojnë hadithin ahad si argument në çështjet akaidologjike, por ata e marrin si argument vetëm në çështjet fikore. Dhe Sheikh Albani rahimahullahu taala duke sjell hadithe të shumta në lidhje me këtë temë, vjen edhe argumenton se hadithi ahad është i rëndësishëm edhe në akide dhe në fik dhe nuk bën me bë dallim mes haditheve ahad dhe mutawatir në lidhje me meselet fikore
ose me to akaidologjike që janë. Pra këto janë disa libra që Sheh Albani rahimahullahu taala i ka shkruajt nëpërmes kësaj metodologjie, grumbullimin e haditheve, marrjen e haditheve nga të gjitha burimet e veta, renditje në mënyrë të sinkronizuar dhe sistematike, dhe pastaj për tyre duke nxjerrë dispozita dhe rregulla. Dhe kjo është shkollë e vjetër e ulemave të hadithit, ashtu ka vepruar Imam Buhariu rahimahullahu taala në Sahihun e tij, ashtu ka vepruar Imam Muslimi në Sahihun e tij, ashtu ka vepruar Imam Abu Dawudi në Sunenin e tij, ashtu ka vepruar Imam Nesaiu në Sunenin e tij, ashtu ka vepruar Imam Ibn Majah në Sunenin e tij, dhe ashtu ka vepruar Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij, dhe këtë ulemat e hadithit i kanë dhënë kapitujt e librave të veta, do të thotë nëpërmes të cilëve ndarje ka treguar fikun e tyre, a fikun e tyre ka mbështetur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këto arsye që e përmenda, është me të vërtet një kontribut jashtëzakonisht i veçantë, sidomos shikuar nga këndvështrimi ose prizme e ulemave të hadithit, që ky kontribut të cilin e ka dhënë Sheh Albani rahimahullahu taala në këtë aspekt ka qenë i jashtëzakonshëm dhe themase i veçantë. Tani t'i kthehemi hadithit të Xhabirit radiallahu anhu, i cili është hadith paksa i gjatë, mirë po, do mundohemi na ta lexojmë para jush dhe pastaj nëse kemi kohë të fillojmë edhe të flasim diçka në lidhje me këtë hadith, aq sa do kemi mundësi. Tregon Muhammed ibn Ali ibn Husein, i cili ka pas nofkën al-Baqir, është nipi i Aliut, stërnipi i Aliut radiallahu anhu, dhe ky thot hym te Xhabiri i biri Abdullahut, dhe ai pyeti për ne kush ishim. Ishin një grup i njerëzve besimtarve, kishin ardhur me vizitu Xhabir ibn Abdullah radiallahu anhu, sahabe, i cili ishte plak në atë kohë, bile ishte i verbër, dhe kur hynën të ai në dhomën e tij, pyeti kush janë këto njerëz që kanë ardhur. I thash, unë jam Muhammed ibn Ali ibn Husein, i cili ka pas nofkën al-Baqir. Muhammed ibn Ali ibn Husein al-Baqir radiallahu anhu wa arda, ose rahimahullahu taala, ka qenë stërnipi i Aliut radiallahu anhu dhe njëri pi dietarëve të ehli sunetit, megjithse rafidhit e llogarisin njëri për imamëve të tyre. Po kjo sikur se ka ndodhur me Xhafir as-Sadikun rahimahullahu taala, edhe me këtë ata i kanë përveçuar dietarët musliman që vijnë me prejade nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bia e tij Fatimia radhiyallahu anha, i kanë përveçuar për vete dhe u kanë dhënë epitete të ndryshme. Thot, i thash unë jam Muhammed ibn Ali ibn Huseini. Ai e drejtoi dorën e tij drejt kokës time dhe e vendosi dorën e tij në gjoksin tem. Pastaj isha unë në atë kohë djalë i ri dhe më tha, mirë se erdhe o biri vllaut tim. Arabët e kanë pasi shprehje me tregu se kemi afërsi me ty, jo afërsi gjaku, po afërsi feje, edhe respektin edhe kujdesin e madh ndaj tij, pasi që ishte nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë e pyeta, ndërkohë që ai ishte i verbër për një mesele, se ai tha, urnoni pyetni çka keni, tha unë e pyeta, mirë po ndërkohë erdhi koha e namazit të drekës dhe ai u ngrit me u mbështell me një, do thot, sakot e tij që kishte, po ishte ai shumë e ngushtë, edhe nuk mund të timlonte supë të mirë, edhe pse, do thot, mantillin e tij ose manton e tij e kishte të vjerrur në një shkop aty në dhomën e tij, por për shkak se ka qenë i verbër, nuk ka mujt më orientu. Thot dhe e falem namazin e drekës duke qenë ai imami jon. E pasi që e falem namazin e drekës, i thash Xhabir ibn Abdullahit radiallahu anhu, më trego, më rrëfe për haxhin e pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu fillon hadithi. Domethënë këtu është tregimi se si janë taku këta musliman me dietarët. Dhe si këta musliman të ri i kanë ndjek hoxhallarët. Një sunet, një tradit e cila duhet me qenë pranishme vazhdimisht në mesin e muslimanëve. Rinia islame, rinia e popullit ton, të rit e familjeve tona duhet me ndjek hoxhallarët dhe ulemat.
edhe duhet me shku me marë fen për tyre dhe me mësu fen për tyre. Interneti, ligjëratat në YouTube, librat, nuk janë të mjaftueshme për me mësu fen. Por duhesh me shku të hoxhallarët, sidomos ata që kanë mosh më të vjetër dhe dije më të madhe, edhe duke respektu moshën e tyre që është përvoja e tyre dhe diturinë e tyre me mësu fen Allahu subhanahu wa taala. Këtu kemi me folë shumë sa herë rinia jonë i jep përparësi qefeve të veta, ndejave të kota, muhabeteve pa rëndësi, angazhimeve të ndryshme të kësaj bote, duke e anashkalu, duke e ignoru, duke e mos përfill me gjlisin e ilmit, i cili domethënë bëhet në xhamit e vendit ku ai jeton. E kjo tregon mungesë të vlerësimit të dijes, mungesë të edukimit të mirëfillt. Sa ai që nuk e vlerëson me gjlisin e ilmit dhe dijen, ai mundet me bë shumë pare, mundet me pas shumë pushtet, mundet me bë shumë i famshëm, mirë po te Allahu kjo nuk e ngrit. Sepse pasuria, pushteti dhe fama më e vërtet, më afatgjate, më e madhe është dituria. Është ajo që ta jep dituria. Këtë tjerat janë kalimtarë edhe kanë mundësi me qenë të damshme. Ama ajo që ta jep dituria është e përhershme. Dhe na kemi treguar shpeshherë ndodhin që ka ndodhur me Harun al-Rashidin, rahimahullahu taala, njëri prej khulefave të drejtë dhe të dobishëm të umetit islam, dhe Abdullah ibn Mubarekut, rahimahullahu taala. Bagdad, një ditë për ditëve, Harun al-Rashidi nga kalaja e tij, nga pallati i tij, e ndi një zhurmë të madhe. Edhe i thot pranishmeve çka është kjo zhurmë, çfarë po ndodh? Thot, o khalife i muslimanëve, thot ka ardhur në Bagdad Abdullah ibn Mubareku. E këtë qyteti ka ndalë me e pritat, edhe andaj është bo kjo zhurmë. E kur e ndëgjej këtë lajm Harun al-Rashidi, tha, kjo që ka ai është pushteti i vërtet. Se për mbretërit e pushtetarët e kryetarët duhet me nxjerr njerëzit me zor në rrugë, me i duar trokit atyre dhe me prohorit për atyre, kurse këtu na tuinal njerëzit mos me dal, ata vetë ju dalin me respektu dhe me ndëru hoxhallarët. Këtu ka shumë mesele në këtë tregim, pa e që është me rëndësi për mua dhe për ty është se përderisa na kina me respektu me gjlisit e ilmit dhe hoxhallarët, atër Allahu dhu xhelal ka me në ngrit edhe ata edhe ne. E nëse na ma shumë i vlerësojmë edhe i nderojmë ata që kanë famë, e pushtet, e pasuri, me gjithë se s'janë të mirë, e devotshëm, e sinqert në punët që i bëjnë, edhe janë ashkalojmë dijen dhe dietarët, atëherë aqsa Allahu ka me i poshtru ata, ka me të poshtru edhe ty, sepse ke vlerësu atë që nuk ka vlerën e duhur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur e pyeti Muhammed ibn Ali ibn Husaini radhiyallahu anhu Jabir ibn Abdullahin për haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullahi e qeli dorën e tij edhe nisi me numru. Tha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tha 9 vjet qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe nuk bori hax. Në vitin e 10, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri haxhin. Pastaj thot në vitin e 10 i njoftuan njerëzit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do e kryej haxhin. Në Medinë erdhën njerëz të shumtë, ku secili kërkonte të pasonte të dërguarin e Allahut subhanahu wa taala dhe të vepronte ashtu siç vepronte ai. Shifni subhanallahu çfarë urtësie kur erdh viti 10 dhe e bëri niyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kryej haxhin, e përhapi lajmin anën botës se unë jam të shku në haxh. Pse kjo? Që të përhapet lajmi edhe të vinë sa ma shumë njerëz në haxh me te. Dhe ju e dini se në këtë haxh, si pas asaj që janë treguar ulemat e hadithit dhe historisë islame, ka pas mbi 120.000 të pranishëm në haxhin lamtumirës. Mbi 120.000 sahabe. 120.000 sahabe në atë kohë, me qenë Mekë, a Mekë ka qenë
shumë më e vogël se sa që është, jo shumë e vogël, po e pa krahasueshme më e vogël se këtë kjo Mekë që është Qabja që është sot xhamia e shenjtë në Mekë. Para mendoni si i kanë zonë ato. Na kur folim tash Qabja u ka rrit shumë, megjithatë përsëri s'ka vend, përsëri po falin njerëzit jashtë. Para mendoni atë kohë kur u kon veç Qabja, ndërtesa e Qabës edhe një rreth shumë i vogël për rreth, edhe këtë ka qenë zall, edhe pastaj më njëherë mas ku fillojnë tash objektet e mbuluara me Qabës kanë qenë shtëpijat për afërsisht bileve dhe më afër, para mendoni që atë vend me i zonë 120.000 veta. Do edhe atë ka pas ngusht, o kon shumë ngusht. Bilëm kena me pa në ndërkohë se si edhe në Arafat si o kon ngusht, edhe si njerëzit kanë do thot në atë kohë. Unë nisëm bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa mbritëm në vendin Dhul Hulejfa. Ju e dini se kur dash pi Medinës, Dhul Hulejfa, Abar Ali ose Abjar Ali, Allah sot e kësaj ditë është mikat pi asaj kohe e deri sot. Parafërsisht është 10-15 kilometra larg Medinës asaj kohe, edhe pse sot është bo e ngjitur me Medinën Dhul Hulejfa. Ama në atë kohë ka qenë jashta Medinës parafërsisht 10 mila ose 15 kilometra, si që kanë tregu djetarët. Aty Esmaja, bia e Umejsit, gruaja e Ebu Bekrit radiallahu anhu, e lindi djalin e tij, të cilin Ebu Bekri radiallahu anhu e quajti Muhammed, Allahu Akbar. Ebu Bekri e kishte Abdurrahmanin, edhe e kishte Abdullahin, edhe i lindi djali tjetër e quajti Muhammed. Për dashninë e madhe që kishte Ebu Bekri radiallahu anhu për shokun e tij të ngushtë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj kjo grua u mërzit me lindjen e tij, që pas lindjes ishte në lehoni, e i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si të veproj. Çka të bëj tash unë? A kam drejt me vazhdu haxhin apo jo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la ju merr gusull, pastaj mbroje veten tonë nga pikat e gjakut dhe hinë në ihram edhe bënë niyetin e haxhit. Pse kjo mesele kështu? Sepse gruaja që është në cikël menstrual apo është në lehoni, asaj i lejohet ta bën krejt haxhin përveç tavafit. Andaj ajo e kyn haxhin komplet, edhe kur vjen koha e tavafut i fare dhe tavafit në haxhit, nëse s'është pastru, rrin Mekë dhe pret derisa të pastrohet. E kur të pastrohet, pastaj e bën edhe tavafin edhe e plotson haxhin e saj. Pastaj thot i dërguari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fali namazin në xhami, pastaj hipi në devën e tij El Qaswa, që kishte emrin El Qaswa, kur deva e tij u drejtua në rafshnatin e Bejdas, vështrova para tij sa më zinte syri, edhe shifsha aty kalorës dhe këmbësor, pa ashtu në të djathtë, vështrova domethënë në të majtë dhe pas ti, i dërguari Allahu Dhul Xhelal ishte në mes nesh, ndërkohë që shpallja i zbriste atij dhe ai e njefte shpjegimin e Kur'anit dhe çdo gjë që vërtetën të ai na e pasonim. Domethënë, kjo tash del urtësia e thirrjes së njerëzve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë vit është e bo haxhin. Bile ka qëndruar në Dhul Hulejfa prafërsisht një ditë e një natë, 5 namaze i ka falë në Dhul Hulejfa. E ka falë drekën Medine dhe është nis dhe ka mri për i qindi në Dhul Hulejfa. Aty e ka falë i qindi në 2 rekate, se ka vëllëjt vetën udhëtar. E ka falë akshamin 3 rekate, e ka falë Yasin 2 rekate, e ka falë sabahin të nesërmen dhe e ka falë drekën 2 rekate të nesërmen dhe ka hip devën e tij, ka vesh ihram domethënë, edhe ka hip devën e tij në Bejda, është rafshnina e Dhul Hulejfës. Dhe thot Xhabiri radiallahu anhu, thot kur u çunda me nis haxhin, me nis telbijen, thot e pam se kejt ai vend ishte mush me njerëz. Do të njerëzit i lanë punët e veta, i lanë angazhimet e veta, i lanë planifikimet e veta dhe i dhanë përparësi haxhit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse është kjo rast i cili pyetja a përsëritet përsëri. Se deri në vitin e 8 të Hijretit, Mekja ishte në komandë dhe dominim të mushrikëve të Mekës. Në vitin e 8
Do thot, ndodhi marrëveshja Hudejbis edhe në vitin 9 çlirimi i Mekës. Edhe pas kësaj kohe do Mekka ishte lirume dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi me bohaxhin e pikpyetja masana a ka mundësi me ardh me bohax përsëri apo jo. Se askush nuk ja din emrin tjetrit edhe andaj e shfryzon kohën edhe mundësinë me i shtu veprat e mira. Andaj për këtu duhet me marr mesazhin e mos zvonimit të haxhit. Secili prej neve që s'ka bo haxh dhe ka mundësi me shku në haxh, ose nëse nuk ka mundësi në kuptimin nuk ka parë, puna e parë që duhet me bëj me mbledh parët e haxhit. E masane me i bo qefe tjera, e me shku në haxh. E këtu du me thonë edhe një porosi për gjithë ata bura dhe ata meshkuj që va ka mësu Allahu me shku në haxh, le t'jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm momentin që atyra Allahu a mëson me shku në haxh, të mundohen që në haxh shkojnë bashkë me bashkëshortet e veta. Kjo është porosi që ja hap gjithë haxhilerëve. Pse e them këtë? Kjo është këshill praktike, nuk është obligim. Mirë, po kur shkon burri vet në haxh e se merr gruan me vete, pastaj i duhet edhe shumë vite me kalu edhe pikpyetja ka mundësi me shku gruaja e tij në haxh. E kjo është njëra prej do të qaseve jo të sakta ose vlerësimit jo të duhur ndaj gruas. Se burri i mirë nuk shikon gruas të vet me i bë vetëm qefe saltanatit dunjaje, po mundohet m'ia mundsu edhe adhurimin e Allahut në formën më të mirë të mundshme. E s'ka dyshim se haxhi është për adhurimeve shumë të mëdha, edhe kur Allahu ta ka mundsu ty me bë haxhin, mundohu ti me çdo kusht me bë haxhin bashkë me bashkëshortën, që të dy të kryeni këtë obligim karshi Allahu xhat, i merrin ato sevapet, ju fshin ato gjunahe, edhe të jeni te Allahu paraforsisht në grada të njëjta të ibadeteve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dyta që u tha në këtë pjesë të hadithit, i zbrit ke shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai normalisht e njeh te kuptimin e tij, edhe na e shikonim atë dhe vepronim çka bën te ai. Kjo është ajo që na duhet me pas parasysh vazhdimisht në jetën tonë. Që për herë modeli jon, shembulli jon me qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në të gjitha veprimet tona me ndjek rrugën e tij, veprat e tija, formën se si ai ka vepruar këto gjëra, qoftë ai namazi, qoftë agjërimi, qoftë haxhi, qoftë dhikri, qoftë duaja, qoftë leximi i Kuranit, qoftë urdhrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, qoftë xhihadi, qoftë bamirësia ndaj prindërve, qoftë kujdesi ndaj shokut, qoftë respekti ndaj grave e kështu me radhë. Të gjitha këto veprime na të me pas modelin para nesh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Thot pastaj Gjabir ibn Abdullahi, kur hipin deve, e shpalli haxhin e tij me tauhid, me manifestimin e tauhidit, njëshmërisë ndaj Allahut dhul xhelal, duke thonë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wan ni'mata wal mulk laka wal mulk la sharika lak, lebejk Allahumma lebejk. Të përgjigjem ty o Allah, të përgjigjem. Ty Allah që do thot nuk ke ortak, je i vetëm që meriton adhurimin ton. Me të vërtet i gjithë falëndrimi dhe të gjitha dhuntit dhe i gjithë pushteti vetëm ty të takojnë, ti je ai që nuk ke ortak në krejt këto gjëra. Pra, e thonë të telbien pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ushton të ai vend me telbien e njerëzve. Se që njeri e bën të telbien me gjuhën e tij, duke thonë lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Dikush për muslimanëve bën të tekbir Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Dikush bën të telbien në forma tjera, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as kujt nuk i ndërhyjnte në formën e telbijes së tij, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të këtë telbije që është telbia më e mirë, të cilën e thot besimtari edhe realisht kur Allahu i madhërishëm ja mundson muslimanit me vesh teshat e ihramit dhe me ula, me u shpërla në mikat Dhul Hulefa apo në shtëpinë e tij, edhe pastaj me u bogatin në mikat me nis haxhin e tij, i veshur me ihrama, i nisur me zemër për të Allahu dhul xhelal dhe nis me thon telbien lebejk Allahumma lebejk, nuk ka fjali më të këndshme dhe më të bukur të cilën e thot besimtari dhe ndëgjon veshjet e tij dhe e shijon zemra e tij se sa kjo telbie. Ama ai që s'ka qenë s'ka mundësi me përjetu. Inshallah Allah i madhrishëm të gjithë neve
të cilët kemi qenë, po edhe ata që s'kan qenë, dhe ata që s'kan pas mundësi, Allahu të gjithëve na mundson me shku shumë herë në Kabe, me kry këtë detyrë dhe obligim, edhe me shiju këtë knatësi dhe me tregu këtë përullësi dhe me tregu këtë madhërim të Allahu xhelal ashtu siç meriton madhëria e tij. Thot njerëzit shqiptonin telbije me shtesa që njiheshin në atë kohë dhe i dërguari i Allahut nuk u aktheu, nuk i kundërshtoi për vazhdoi me telbijen e tij. E këtu ulemat kanë thonë se të gjitha telbijet edhe pse ishin të ndryshme në fjalë nga kjo telbija kryesore, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kundërshtoi dhe kjo domethënë aprovimi i tyre dhe se dëshmon telbijen, dëshmon tekbirin, të gjitha këto pranohen prej Allahut subhanahu wa taala. Thot Xhabiri radiallahu anhu, ne nuk ishim për qëllim tjetër përveç haxhit, dhe se në atë kohë na nuk e njihnim umrën, kuptimin umrën e lidhur me haxhin, sepse umreja ishte e njohur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë umre përpara rasti i Hudejbis që e kthim prap, edhe rasti mas Hudejbis, domethënë që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk e dishin se ka mundësi umreja edhe haxhi mu lidh bashkë. Por umrën e bën veç, edhe haxhin e bën veç. Thot, kur arritëm te Qabja bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në hyrje të Qabës, puna e parë që bëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prekja e gurit zi. E preku gurin e zi dhe pastaj do thot e bëni njetin e tavafit, do më filloj me tavafin, este në të djathtën e tij dhe në 3 rrotullimet e para este i thuhet e rëmël, pak ma shpejt. E 4 tavafet e fundit eske normalisht në hadithet tjera, në transmetime tjera tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një krah e kishte zbulu, do thot me ihramin e tij dhe kështu filloi tavafin e tij. Pasi që e bëri tavafin, 7 tavafe, 3 duke nxitu e 4 me ecje normale, shkoi te Meqamul Ibrahim. Meqamu Ibrahimi, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shumë afër murit të Qabës. Pastaj kohën e Omerit radhiyallahu anhu e ka largu pak më lart që mos ndërpretet tavafi rreth Qabës. E sot sikur se e shihni ju edhe në ekranet televizive, edhe ata që kanë qenë në Mekë e shohin se përsëri tash është pengesë. E tash ka dy zgjidhje, jo se me afrua pet te muri i Qabës, e me shku besimtarët me bota tavaf jashtë atij, ose me çum pak mafkafuni që domosdoshmë mos mi pengu tavafit. Sidoqoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi që e bëni tavafin, shkoi te Meqamu Ibrahimi dhe mas Meqamu Ibrahimit i fali 2 rekate namaz. Mes Qabës dhe tij ishte Meqamu Ibrahim. Besoj që keni qartë. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kjo ka qenë Qabja, e kjo ka qenë Meqamu Ibrahim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal këtu. Edhe ka pas mes Qabës edhe vetes së tij e ka pas Meqamu Ibrahimin dhe aty ka fal 2 rekate namaz. Thot, dhe kur arriti te Meqamul Ibrahim, e lexoi ajetin kuranor wattakhidhu maqama Ibrahim musalla, dhe merrne meqamin e Ibrahimit, këtë vendin në pozicionin e Ibrahimit, vend ku falet namazi. Pse quhet ky vend Meqamu Ibrahim? Meqam vendi i Ibrahimit. Pse quhet? Sepse në atë vend kush e ka pa nga afër, edhe kush e ka pa në internet, aty është një pllak të cilën janë gjurmët e 2 kambëve. Edhe realisht ajo pllak e gurit ka qenë gurin të cilin ka qëndru Ibrahimi a.s. gjatë ndërtimit të Qabës, dhe e ka përdor Ibrahimi a.s. me thonë tani si skele. Për shkak se Qabja, sikur se keni pa, është shumë e gjatë, edhe një njeri domethënë nuk ka mundësi me mri deri tek majet e Qabës, edhe ky gur i ka shërbyer si skele. Dhe ai me këtë gur do është ndihmue, normalisht Allahu xhela ka ndihmue, dhe ai gur e ka ngrit atë në ato pozicione dhe ato metrazha që ka pas nevojë Ibrahimi në ndërtimin e Qabës. Thot transmetuesi domethënë Muhammed ibn Ali al-Husaini rahimullahu taala, thot baba im thoshte, dhe sigurisht se kjo ishte nga ajo që ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ai në këto 2 rekate namaz lexonte në rekatin e parë kul ya ayyuhal kafirun dhe në rekatin e dytë kul huwallahu ahad. Andaj leximi i surës
do thot surës Kafirun dhe surës El-Ikhlas, është prej suneteve të këtij namazi. Pastaj thot masi I fali 2 rekate, u kthi përsëri te rukni te guri I zi dhe I preku atë, pastaj doli nga dera drejt Safas. Në atë kohë kodrina Safa dhe Merwa kanë qenë të zbulume, s'ka pas objekte aty afër. Do ka dalë për te qabja, për te guri I zi dhe ka hypë në kodrinën e Safa, dhe kur ju afru kodrinën e Safa, lexoj ajetin kuranor inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Me të vërtet Safaja dhe Merwaja janë prej shenjave të Allahu dhu Xhelal, dhe tha po e filloj me atë që ka fillu Allahu dhu Xhelal. Çka do të thonë kjo fjali? Po e filloj me atë që ka fillu Allahu dhu Xhelal? Po e filloj me Safan, sepse Allahu në ajetin kuranor tha inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Se të parën e përmendi Safan, e dytën e përmendi Merwan, andaj edhe na besimtarët shifne domethënë kuptimi ajetit kuranor nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që I ka dhënë rëndësi jo vetëm fjalive, jo vetëm kuptimeve, po edhe rënditjes së fjalive o vllazni. A dini me këtë mesazh çka duhet me kuptu na, sa larg jemi nga kuptimi I Kuranit. Na nuk I ndjekim dispozitat e Kuranit, e jo më fjalët e kuptimet e tyre, e jo më rënditjen e fjalive. Andaj Kurani duhet më respektu në mënyrë maksimale çdo shkronjë e Kur'anit, çdo fjalë e fjali, e mos flasim për rregullat dhe dispozitat që vijnë nga Kur'ani. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po e filloj me atë që e filloi Allahu dhu Xhelal dhe filloi me Safan, unë gjit në atë kodër derisa pa Qabën. Derisa e pa Qabën, u detu ka Qabja, ka Qabja, ka kibleja, pastaj bëri tekbir, bëni la ilaha illallah dhe tha لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثاك الذكر يتلج ذكري قندريبت نصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير كتقديم هذا كوبتيمن بس لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Pjesën e parë se s'ka hyjni që me të adhurim veç Allahut I cili është një dhe pa ortak, pastaj tha Allahu është engjeze vada, ai I cili e realizoi premtimin e tij, e ndihmoi robin e tij dhe I vetëm I mposhti armiqt e tij, alatët armiqt e tij. Pastaj u lut, do thot mes këtij dhikrit dhe dhikrit tjetër, u lut bëni dua në atë pozicion, pastaj përsëri e tha këtë dhikr, përsëri bëni dua, përsëri e tha këtë dhikr dhe përsëri bëni dua, domethënë 3 herë e përsëriti dhikrin dhe duan, pastaj zbriti nga kodrina Safa në drejtim të kodrinës Merwa, derisa këmbët e tij prekën fundin e luginës ku vrapoi. Domethënë kodrën djathtë, kodrën të majt e poshtë lugina. Pjesën më të ulët luginës kur mriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aty nxitoi, aty shpetoj, aty vrapoj në atë pjesën e fundit të luginës. E kur unë gjetë përpjet për në Merwa, eci normalisht derisa mbriti në Merwa, edhe në Merwa veproj ashtu siç veproi në Safa. Domethënë u detu ka kibla, ka qabja dhe tha la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Bëri dua, pastaj përsëri tha këtë dhikr, pastaj përsëri bëri dua, pastaj përsëri tha këtë dhikr, pastaj përsëri bëri dua. Tash që pjesa e kodrinave dhe luginës në kohën e sotit nuk janë të njëjta. Për shembull në atë kohë o kon tamam kodrin edhe të poshtë edhe lugina, do thot pjesa më e ulët e tokës dhe pastaj përpjecë edhe kodrina tjetër. Tash për shkak se Safaja dhe Merwaja kanë hyrë brenda Qabës, brenda objektit të Qabës, edhe në atë pjesë ajo u rafshu fakisht me beton e me tulla me sen. Por në atë pjesë që ka qenë fundi I luginës, ose pjesa më e poshtë me luginës, I kanë nu 2 llamba të gjelbërta. Kush ka qenë në umre dhe në haxhe din këtë punë, dhe për shpejtimi I besimtarve gjatë ecjes me Safas dhe Merwas në ato pjesë është I përcaktuar. Pastaj këtu vaproi domthon pin Safan Merwa, pin Merwan Safa, pin Safan Merwa, e bëri 7 herë. Kur mbriti në fund të tavafit në Merwa, ai tha:
Lau istaqbaltu min al-umri ma stadbartu. Sikur të kthehesha pas, nuk do ta kisha sjell kurbanin me vete. Por këtë tavaf edhe këtë saj do e kthesha në umra. Dhe bësha haxhin tamattu. Dhe tha, kush për jush nuk ka kurban me vete, le të del nga ihrami dhe të edhe të llogaris këtë tavaf edhe këtë saj umra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë haxhin që quhet, a e dini llojet e haxhit? Kush e din? As mësoni fik jo, as lezoni për fika. Haxhi se thot. Haxhi ifrat, haxhi kiran, haxhi tamattu. Shumë mirë. Po tash do na kallëzosh dallimet. Si është haxhi ifrat? Haxhi kiran është këtë emër. Po. Haxhi ifrat është veç haxh pa umre. Haxhi kiran është umre dhe haxh pa i nda mes veti me kurban me veti. Haxhi tamattu është umre del pi ihramit. Pastaj kur vjen dita e 8 e tervjes i vesh ihramet dhe therr kurbanin. Ifradi do mos ka kurban, edhe është vetëm haxh. Kirani ka kurban, edhe tamattuja ka kurban, po dallimi mes kiranit edhe tamattus është se kirani umre dhe haxhi janë bashk, nuk të lirohesh nga ihrami derisa kryq haxhin, a tamattuja e bën umren del nga ihrami, pas ditën e 8 e vesh ihramin dhe e bën haxhin. Domethënë sipas rregullave të haxhit sot ose mundësive të haxhit sot, haxhi tamattu është më i lehti. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e boni umren tha do e kisha bën këtë umre të ndan prej haxhit, sikur të mos e kisha marr kurbanin me vete. Mirë po e ka marr kurbanin me vete edhe unë s'muj me ndryshu niyetin. Ajo që s'keni kurban me vete dhe keni lënë me marr kurbanin në Mekë, ju ndrojnë niyetin. Bëni këtë umre në vete, dilni pi ihramave, masën në ditën e 8 e bëni niyet, domethënë me e bëu faktikisht haxhin. Një informatu në disa transmetime përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nisë prej Medinës për Dhul Hulejfe 5 ditë para se me përfundu muaji Dhulqaade. Pse e them këtë që matematikat t'i keni parasysh, domethënë se në ditën e 8 është ditë e tervjes, që do të thotë brenda 8 ditëve pra vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 9 ditëve ka udhëtu prej Medinën në Mekë. Edhe ka mrinë në Mekë domethënë para ditës 10, se dita 10 është dita e Bajramit. Para ditës 8, domethënë nëse 5 ditë e fundit Dhulqaades ka qenë, edhe 5 ditë e dyta Dhulhijhes, 4 ose 5 faktikisht janë pyetje 8 ditë, 9 ditë ose 10 ditë që ka marrë udha dhe ai ka ardhur domethënë Mekë edhe ka bë tavafin edhe e ka kryer pjesën e parë të obligimit të tij. Kur e tha këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me pas mundësi me ndryshu e kisha bë umrën të ndan prej haxhit, edhe kush ka pru kurban le ta bën niyet për umrë të ndame. Suraka ibn Malik ibn Ju'shum tha ja Rasulullah, a është kjo vetëm për këtë vjet apo është për herë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtini gishtat njërzia tha bel ilal abadil abad, tha ky rregull mbetet për gjithmonë. Andaj këtë ulemat, andaj shumë ulema kanë thonë se haxhi më i mirë është haxhi tamattu. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo ndarja e umrës për haxhit ka me qenë e përhershme si rregull. E disa ulema kanë thonë jo, ka thonë se vepra më e mirë është vepra që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kirani është më i mirë se tamattu. Po ndaj themi po vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kon me pas imër sa kon pas, atëre e kisha shti umrën në haxh domethënë kështu, kuptimi që e kisha bë umrën, e kisha ndërprer, pastaj kisha bë haxhin, sikur është mesele e haxhit tamattu. Sidoqoftë, ndërkohë Aliu radhiyallahu anhu erdhi nga Jemeni me devet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kishte angazhuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sjell devet e kurbanit, edhe i kishte do devet vetë, edhe ai do devet tia. Dhe kur erdhi në Mekë e gjeti Fatimen radhiyallahu anha gruën e vet pa ihrame, e lame, shpërlame, e parfumos, e shminkata që themi na me makijazh, domethënë në atë kohë i kanë lysë syt me syrme, me laps që themi na sot. Edhe ki u çudit Aliu do të thotë,
çka ki bo, tha i grua, tha, a nuk jenë hashtë e ki prish ihramin? Tha, jo, tha, e gjeti Fatime radiallahu anha që kishte dal nga ihrami, kishte veshë rroba të lyera dhe kishte vënë kuhull. Aliu e kundërshtoi kët, por ajo i tha, baba im ka urdhnu kështu. Allahu akbar. Sa kënaqësi e madhe për Fatime radiallahu anha me bot debat me burrin e vet, i thon baba më ka thonë baba i saj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa mundë çfarë ndjenje, çfarë emocioni. Edhe Aliu radiallahu anhu shkon e tregon duke qenë në një herë si, domethënë në Irak, i tregon muslima më shumë viteve. Thotë e shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'ju anku, më thonë o babgjish. Kjo çika jote domethënë nuk është terezi me namazin. Nuk është terezi me hijabin. Ai se ka thonë për të temë o vllazëni se s'ka pas problem as me namazin e saj, as me hijabin e saj. Shumë musliman të ri sot as nuk e kanë ngajle bilëm, a i falet gruja si falet. As e kanë ngajle, hijab a kanë, as kanë, apo si e kanë hijabin, gratë e veta. Kjo është pej pikave shumë dopta që janë të i vërejt në një pjesë të madhe të muslimanëve të ri sot. O vëllai, xheneti nuk është veç për ty. Nëse ti ki babë non, ki grua apo burr, marrësisht për gjenis, ki evlat, ki vllazën e motra, nëse je pak i devotshëm si duhet, e sa duhet, si aman ngajle veç vetvetes, po se aman ngajle vetvetes, si aman ngajle dhe familjes tënde. Pse? Se ti mund është me kon bashkë këtë botë edhe mi përjetu këtë me të kësaj bote bashkë, ama nesër në ahiret, nëse ti e fal, e gruja s'u ka fal, s'keni me mujt me kon bashkë, keni munda. Edhe kundërta, nëse gruja u ka fal, e buri s'u ka fal, nesër në ahiret s'kan me kon bashkë. Se Allahu dhu gjera thot, farikun fil gjenneti, u farikun fil sa'ir, një grup ka me shku për gjennet, e një grup ka me shku për gjehenem. E aj që s'falet, s'ka mundësi me hi në gjennet, pa u djek për mos falin e ti, Zoti na rujt, nëse heq s'ka respekt e dashni, e gajle namazin, Allahu l-musta'an, Allahu në ndihmov, ndoshta ka mundësi edhe kur mos me dalë për gjehenemit. Pse? Se tha Allahu dhu gjelal, ma selekekum fi sekar, çka ju solli juve në gjehenemin sekar, qalu lem nekun minel musallin, nuk jemi kam për atyme që janë fal. Ande kush nuk falet, a i në sekar ka me shku gjithsesi, as kush ka mundësi me shpëtu. Fe khalefe min badim khalefun, adha'u salate, fe saufe jelkaune gjehenneme gëja, e erdhen pas tyre pasarës të tyre, që e humbën namazin, e ata kanë me shiu gjehenemin gëj. S'mundet me hinë gjenet pa namaz. Askush. Edhe andaj, shef në Alija radiallahu anhu, e pa gruan e vet, të mendu se i ka thyrë rregullat e ihramit. Vetëm edhe u brengos, e këshilloi gruan e vet, tham ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam baba jam, shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta vërtetoje. E i tha, shkova te dërguari i Allahut për t'u ankuar për atë që bëri Fatimja dhe për të marrë mendimin e tij për atë që ajo tha, e i tregova se e kundërshtova. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ajo e ka thonë të vërtetën. E vërteta është ajo që ka thonë ajo. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aliut radhiyallahu anhu, me çfarë niyete hynë në haxh ti? Niyetin të e bo lebejken, çfarë niyeti bone? Tha, ja Rasulullah, kur hyna në ihram, thash, o Allah, jam duke hi në ihram, ashtu si ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ky në Yemen, tu ardh për Yemenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nisë për Medinës. E tash Aliu në mikatin e Yemenit e ka bën jetë haxhin, ama s'ka ditë. E çka ka thonë, o Zot, e bëj jetë me hi në ihrame me atë jetë që ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kuptoni se çfarë feku kanë pas sahabët, në çdo hap janë mundu me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ka interesu X dhe Y, veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu duhet me konë edhe na, të gjithë jetën tonë, të gjitha veprimet tona, me qenë synimi, brenga, gajla jonë, ndjekja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha,
Pasi që unë e kam kurbanin me vete, e ti e ki bo njetë si kurse haxhi jem, ti mos del për ihramit. Se dhe ti je me haxhi kiran. Do më thonë njeti jot është i rëndësishëm këtë rast. Ki bo njetë si unë jam haxhi kiran, atë dhe ti je haxhi kiran. Edhe numri i kurbanave që solli Aliu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishin sa? Sa kurbana i kanë thërë këtë haxh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aliun radhiyallahu anhu. A lexoni biografi ju as lexoni? 100 kurbana. 100 kurbana. Kur vere masenet therja kurbana, kena me përmend se kush sa kurbana i ka prej. Të gjithë njerëzit dolën nga ihrami dhe i prejnë flokët, përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe atyre që kishin kurban me vete. Kur erdhi dita e tervjes, dita e 8 e Dhulhijhes, dita e tervjes, u drejtuan drejt Minës dhe hynë në ihrame për haxh. Koha e dersit ka përfundu. A doni me vazhdu, a doni me lënë për dersin tjetër? Si të vazhdojmë edhe gjysmore. Dy pjesë po thonë. Çfarë që umeti islam ka sa për atë. Mirë që folën e më të ketëve, se ketë janë si tipë, si i galeve. S'ka këto nuk të haqi për gjematit të nasi. A? Ja, për zjatë edhe ma shumë. Se unë e përgjatë pak i rash ma shpejt, mirë po nuk ka mundësi me shku ma shpejt se kja. Si dhe qoftë, do të ditën e 8, muslimanët u nisën drejt Minës, edhe ata që kishin dalë për ihrame, tash u veshën me ihrame për haxh. E pjesë të tjera të udhëtimit të haxhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vazhdim dhe së ardhshëm, walhamdulillahi rabbil alamin.